Starton edicioni 2025-2026 për klubin Shumë Sportesh Flamurtari, objektivat për të bërë më të mirën dhe për të marrë trofe. Dhe starton gjithçka në finalen e Superkupës, aty ku Flamurtari në basketbol për femra do të luajnë përballë Tiranës dhe synimi mbetet trofeu i parë i sezonit. Drejtorëve të klubit Shumë Sportesh, Elona Hasanaj, ka konfirmuar se ky është një tjetër vit i rëndësishëm për të gjithë disiplinat dhe për Flamurtarin në basketbol për femra pas një viti të suksesshëm është ta nisë dhe këtë sezon me trofe. Atëherë për shumicën e disiplinave, klubi Shumë Sport starton me kampionatin 2025-2026. Objektivat janë të qartë, flasim për basketbolin e femrave. Vim nga një vit i lavdishëm, ku kurorzuam me ligën unike, dolëm kampion, Superkupën. Ekipi ka filluar stërvitjen tashmë që në datën 1 shtator. Në ditën e hënë kemi Superkupën. Ndeshemi me Tiranën, Tiranë tek Feti Borova në orën 5. Pse jo, jemi gati për të marrë trofeun e parë, që është Superkupa. Si vjet mendoj që ekipi është gati për të marrë, pse jo, të gjitha kupat, të paraqitemi mirë, të mbushim pallatin e sportit si vitin e kaluar, të japim më të mirë në të gjitha disiplinat, jo vetëm të basketbolli, dhe mendoj që jemi në rrugën e dur. Hasanaj vlerëson dhe kundërshtarët e këtij sezoni, kur veç Tiranës që ndeshet të hënën, është dhe Partizani, ndërsa finalja e Superkupës është një testim mjaft i mirë për ekipin vlonjat, dhe pse objektivin dihet fitimi i Superkupës. Flamurtari në basketboll tashmë dihet është legjend. Kemi dy kundërshtar të përjetshëm që është Tirana dhe Partizani. Ashtu siç ekipi Flamurtarit ka prurje të reja, edhe ekipi Partizanit me prurje të reja dhe ekipi Tiranës me prurje të reja. Superkupa është edhe një matse për të parë, të shikojmë veten ku jemi, të shikojmë Tiranën ku është, kemi nevojë për ndryshime apo jo. Kemi pastaj javën tjetër, në datën 4 fillon kampionati, ndeshjen e parë kemi me Studentin. Të shikojmë. Ne shkojmë të hënën për pse jo. Ne jemi përgatitur, kemi një muaj, bashkë me stafin e trajnerave të bëjmë më të mirën. Të sjellim në Vlorë kupën e parë, por do ta tregoj ndeshja të hënën. Flamurtari në basketbol për femrat kërkon trofeun e parë sezonal, ndërsa për klubin Shumë Sportesh, objektivat janë për sa më shumë rezultate pozitive.